Çdo produkt që shkon në tryezat e qytetarëve shqiptar sot vjen nga tregu i jashtëm. Importe nga orizi, te produktet ushqimore, nga energjia, te çdo lloj produkti tjetër që shitet në tregjet shqiptare vjen nga jashtë. Asgjë që shkon në tryezat e qytetarëve shqiptar, që blihet nga qytetarët shqiptar, prodhohet sot në vend. Praktikisht Shqipëria nuk ka më prodhim, nuk ka më bujqësi, nuk ka më eksporte dhe ka të gjithë ekonominë të varur nga importet. Çfarë duhet bërë? Duhet rigjallëruar prodhimi vendas, duhet rigjallëruar marka Made in Albania, duhet rigjallëruar ekonomia shqiptare me produkte lokale këtu, për t'i dhënë fuqi fermerit, për t'i dhënë fuqi prodhuesit, për t'i dhënë fuqi gjitha atyre bizneseve dhe për të rigjallëruar një pjesë të ekonomisë që sot praktikisht është e vdekur. Si bëhet kjo? Duke ndryshuar prioritetet në buxhet, duke ndryshuar politikën e taksave, duke ndryshuar dhe mbështetur të gjitha politikat e eksporteve, duke mbështetur fshatin, duke mbështetur prodhimin, duke mbështetur njeriun e punës, që sot në fund të ditës është më i penalizuari i 12 viteve socialiste. Këtë mundësi duhet ndryshojmë. Produktet vendase duhet kemë prioritet.